Plan 30 ditor mësimi. Tregtim Onineva 3, menaxhimi i rrezikut të praktika e kontrolluar dita 15, menaxhimi i rrezikut të rregullin 1-2%. Dita 15 është dita më e rëndësishme e gjithë programit. Nëse gjithçka tjetër të mëson si të lexosh tregun, kjo ditë të mëson si të mbijetosh. Pa menaxhim rreziku, edhe analiza më e mirë shkatërrohet. Me menaxhim rreziku, edhe gabimet bëhen të përballueshme. Qëllimi i kësaj dite është i qartë, të mos humbasësh para në mënyrë shkatërruese. Çfarë është menaxhimi i rrezikut? Menaxhimi i rrezikut është mënyra se si vendos. Sa e gati të humbasësh në një veprim të vetëm. Si e kufizon humbjen para se të ndodhë. Si mbron llogarin nga vendime emocionale. Menaxhimi i rrezikut nuk rrit fitimin. Ai parandalon shkatërimin. Në tregtim nuk fiton ai që parashikon më mirë, por ai që humbet më pak kur gabon. 2. Pse njerëzit humbasin para pa menaxhim rreziku? Shumica e fillestarëve hyn pa kufi humbjeje. Rrisin madhësinë e veprimit nga lakmia. Përpiqen të rikuperojnë humbjet shpejt. Kjo sjen. Humbje të mëdha në pak veprime. Stres të fortë emocional. Vendime gjithnjë më të gabuara. Një humbje e madhe shkatëron mendje më shpejt se llogarin. 3. Rregulli themelor, 1-2% rrezik për veprim. Rregulli i artë i tregtimit profesional është i thjeshtë. Në një veprim të vetëm, rreziko vetëm 1 deri në 2% të llogarisë. Kjo do të thotë, edhe nëse gabon disa herë radhazi, llogaria mbetet e paprekur. Ke kohë të mësosh dhe të përmirësohesh. Ky rregull mbron kapitalin, ul stresin, forcon disiplinën. 4. Si funksionon rreziku 1-2% në praktik. Shembull i thjeshtë. Nëse ke një llogari me 1000 njësi, 1% rrezik vjen njësi, 2% rrezik 20 njësi. Kjo do të thotë, nëse veprimi shkon keq, humbja maksimale është e paracaktuar. Nuk ka surpriza. Rreziku vendoset para veprimit, jo pasi fillon lëvizja. 5. Pse ky rregull funksionon? Rreziku i vogël të lejon të gabosh, të mbron nga emocionet, të jep qetësi mendore. Nëse rrezikon shumë, çdo lëvizje e vogël të trondit, mbyll veprime herët, prish planin. Qetësia mendore është mjeti më i fortë i tregtarit. 6. Gabime të shpeshta me menaxhimin e rrezikut. Rritja e rrezikut pas një humbjeje. Zvoglimi i rrezikut nga frika pas një fitimi. Ndryshimi i rregullave në mes të veprimit. Besimi se këtë herë jam i sigurt. Në tregtim nuk ka herë të sigurta. Ka vetëm rregulla që duhen ndjekur. 7. Pse menaxhimi i rrezikut vjen para strategjisë. Strategjia tregon kur të hysh. Menaxhimi i rrezikut tregon sa mbijeton. Pa mbijetesë nuk ka përvojë, nuk ka mësim, nuk ka përparim. Strategjia pa menaxhim rreziku është si makinë pa frena. 8. Ushtrim mendimi për ditën 15. Pa hapur asnjë llogari prove, mendo dhe shkruaj. Sa do ishte 1% e një llogarie imagjinare? Sa do ishte 2%? Si do ndiheshe duke ditur se humbja është e kufizuar? Ky ushtrim ndërton mendësinë e duhur për hapin tjetër. 9. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 15? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh se humbja është pjesë e lojës. Mos kesh frikë nga humbjet e vogla. Respektosh kufijt personale. Vendosësh mbrojtjen para fitimit. Përfundim. Në tregtim nuk fiton ai që guxon më shumë. Fiton ai që mbron veten më mirë. Menaxhimi i rrezikut nuk të bën të pasur, por të mban në lojë derisa të bëhesh i aftë.